Shkrimtari i shquar Ismail Kadare ka lindur në 28 janar 1936 në lagjen Palorto të Gjirokastrës. Në këtë 90 vjetor, ministri Blendi Gonxha, duke cilësuar si një kolos të letrave shqipe, shprehet se gjeniu Kadare la pas një testament të përjetshëm, një vlerë të paçmuar, shënjestrues të identitetit tonë kombëtar. Për ulemi plot nderim përpara madhështisë së një prej shkrimtarëve më të shquar të letërsisë shqiptare, i paharruar, shkruan ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Ismail Kadare ishte shkrimtar shqiptar më shquar brenda e jashtë kufinëve të vendit. Me generalin e ushtrisë së vdekur, pena e Kadares i ka përceu kufinta dheut megjithatë izolimit komunist. Karriera e Kadares shënoi kulme të tjera me kështjellën botuar në vitin 1970. Krushit janë ngrirë, i cili flet mbi demonstratat e vitit 1981 të shqiptarëve të Kosovës. Kronik në gur 1970 në punësi Pallatit të Ëndrave, i cili veçohet si më i lakuari në tërësinë e veprës së Kadares. Në vjesht të vitit 1990, Kadare u largua drejt Francës dhe u rikthye në atë pas zhvillimeve të para demokratike. Kadare është dekoruar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me urdhrin deri kombit. Prej vitit 1996, shkrimtari shqiptar u bë antar i asociuar përjetësisht i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Në tetor të vitit 2023, presidenti francez Emmanuel Macron në Tiranë e ngriti në gradën e oficerit të lartë me urdhrin e Legjionit të Nderit. Ai u vlerësua me një sër çmimesh ndërkombëtare, si i përzgjedhur në radhët e shkrimtarëve botërisht të njohur, sikurse Gabriel Garcia Marquez, Günter Grass dhe Milan Kundera.